Ditën e djeshme në Kodrën pranë fshatit Golem, bashkia Lushnjë, mitropoliti i Beratit Imzot Asti kreu shërbesën e vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e kishës së re të Shënmërisë në Golem të Madh. Kisha e re do të ngrihet në të njëjtin vend kur dikur ndodhej kisha e vjetër, e ndërtuar nga banorët e fshatit në shekullin e 18. Pas shëmbjes nga një tërmet në vitin 1901, ajo u rindërtua në vitin 1933 me kontributin e komunitetit lokal. Megjithatë, në vitin 1967, regjimi komunist e shkatroi plotësisht këtë objekt kulti për të ndërtuar kapanone ushtarak, duke zhdukur një simbol të rëndësishëm të besimit ortodoks në këtë zonë të bashkisë Lushnja. Sot pas dekadash, kisha po rilind me një projekt të ri, duke i rikthyer besimtarëve si një vend i shenjtë i besimit hyjnor. Ky ndërtim i ri, bekuar nga mitropoliti i Beratit, Kaninës dhe Florës, Hirësia e tij Asti, do të ruajnë emrin dhe vendodhjen e kishës së mëparshme, duke rikthyer këtë simbol të besimit ortodoks në zemër të komunitetit.